Prokuroria e posaçme ka zhvilluar një operacion gjatë orëve të natës në qytetin e Durrësit, ku kryen kontrolle dhe bastisje në Durrës dhe në Shijak, në disa banesa dhe ambiente të ndryshme biznesi. Raportohet se gjatë këtij operacioni është arrestuar Enea Kume, vëllai i deputetit të Partisë Socialiste Loer Kume. Ky i fundit u zgjodh deputet i Partisë Socialiste në qarkun Durrës në zgjedhjet e 11 majit dhe u betua si ligjvënës në parlament në 18 shtator. Kontrolle gjithashtu janë kryer edhe Aleksandër Lahos, personazhi i krimit i njohur si Rumi i Shijakut. Paraprakisht bëhet me dije se ai nuk është gjetur në banesë dhe as në vendet ku mendoi se mund të ishte, ndërsa në pranga është vendosur vëllai i Rumit të Shijakut, Vullnet Muça. Aksioni raportohet se është ndërmarrë për tjetërsim pronash. Edhe në 2023 është ushtruar kontroll në banesën Aleksandër Lahos, por nuk u gjet, ndërsa në pyetje u mori vëllai. Rumi i Shijakut është një personazh i njohur për drejtësinë dhe i shpallur në kërkim nga policia për pengmarrjen e 2 personave dhe tjetërsimin e pronave në Bregdetin e Gjirit të Lalzit. Ai u plagos edhe në atentatin ku mbeti i plagosur edhe deputeti i Durrësit, aso kohë prokuror Arjan Doja.